kur kam bërë performancën në -8 gradë në liçenin e Padovcit. Aty mora edhe Covidin, edhe u smura. Ne ndashur 5-6 orë gjërime për ta realizuar si gjë dhe ja dolëm. Në Kosovë pata komplet bumen. Do thot edhe në Kosovë është mirë prit pas e ke pjesë akrobacisë. Në Kosovë pata bumen unë, që unë njofa kështu. Në Kosovë, kur kam bërë performancën në -8 gradë në liçenin e Padovcit, aty pata komplet bumin e gjithë karrierës time, domethënë. Aty mora edhe Covidin, edhe u smura, e kemi pasur dhe vështirë se ka qenë borë, dynjaja, droni me zingrije që të xhiron të performancën, se droni nuk ngrihet në kohë me borë, nga i ftotja i fikej në ajër dhe binte, dhe në ndashur 5-6 orë gjërime për ta realizuar si gjë dhe ja dolëm. Ja, kjo është performancë. Po e shohim edhe këtë performancën e vështirë, shumë këtu me zjam këtu në Tiranë, nuk mersha do të frym. Sa duhet kohë për një performancë të tillë, theme stërvitje të shumta, si shkon një provë, po më jashtë paramentu. Këtë në fakt e kisha menduar, por jo në këto kushte, me thënë të drejtën, sepse kur ne pam edhe motin, nuk e thoshti që atë ditë do binte borë. Motin e jepte me diell, nuk e di pse filloi bora rastësisht atë ditë, sepse ne prandaj dhe zgjodhëm ditën e xhirimeve 4-5 ditë, mos gaboj, apo 6 ditë më përpara, pikërisht që të shmangnim këtë të ftohtin e madh dhe vetëm kur plasi bora, domethënë çdo gjë ishte e parashikuar përveç kushteve atmosferike që si kishim në dorë, po unë s'kisha ndërmend që ta ndaloja si gjë. Dhe më mirë që se ndalova se... Po e shohim edhe veshin këto me simbolikat tona kombëtare. Mosulen edhe, për këtë performancë, mosulen edhe serbët, e kishin parë 1 muaj me vonesë, 2 muaj me vonesë nga pavarësia e më bën një report Instagram më shanin. Po, u bë, ku dëgjon se shpatën atër, më bllokua Instagrami një periudhë, si që këshin nxjerrë në një faqe, nuk e di. Se që më thoni, nuk e merja vesh me motër fare. Pas nuk shqipja ishte vetëm që blokova komentet dhe se kisha nervat merja. Ka shuar viral edhe në vende tjera të botës. Më thanë, sepse unë nuk e kisha parë. Miku im që më mundëson në Vincin, për të bërë performancat në Kosovë, tha mu që kjo performanca jo dhe mirë që bëni namin. 3 vatë shqiptare, po 2 muaj më vonë e ka bë namin edhe në Serbi se kam fillu, dhe më thënë të postu performancën tënde. 2 muaj më vonë, në basë realizimit performancës. Besoj që prej krejt këtyre momenteve, sfidave, temi ku këtu kanë ndiku edhe kushtet atmosferike dhe shumë qka tjetër, ke edhe momente qesharake ndonjëherë? Po, i kam edhe me median tuaj kamerat, më duka gjinin, i kam disa momente qesharake kur kam pasur, kur më kanë sjellur filmimet në teren, qirimet në teren, mua si kur më ndjek ai syri i keq dhe do më ndodhi gjithmonë ndonjë gjë përpara performancës, prandaj nuk është e mirë që ti bësh gjërat ndonjëherë të mëdha me poster siç i bëja unë. Dhe në fakt me Edin kemi pasur, domethënë, gallata që kur i kujtojmë tani, gjëra për të qeshur, themi që si ka mundësi me ja treguar dikujt, nuk i beson. Në performancën e parë, mua më uzun mes vetit 2 antarë të ekipit tim. Unë mërzita, fillova duke qarë dhe momentash nuk dua të xhiroj fare, nuk dua ta bëj performancën. Edhe Edi ndërkohë thoshte Fiona, po duhet të bëjmë xhirimin. Pastaj në një performancë tjetër u prish Vinci,